Çdo datë 25 dhunën ndaj grave dhe vajzave Kombet e Bashkuara po e promovojnë të lidhur me një nga objektivat e Agjendës 2030 për zhvillimin e qëndrueshëm, pasi ajo lidhet me zhdukjen e dhunës ndaj vajzave dhe grave. Këtë muaj i kushtohet vëmendje veçantë objektivitet, nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësimi plot dhe produktiv dhe punë e denjë për gjithë. Ky objektiv përcakton promovimin e rritjes ekonomike dhe punësimin si një hap mjaft të rëndësishëm drejt zhvillimit të qëndrueshëm. Një nga synimet për të realizuar arritjen e këtij objektivi është promovimi i mjediseve të sigurta në punë për të gjithë punonjësit, duke përfshirë udhëtimin e sigurt të grave dhe vajzave për në punë dhe se ato duhet të punojnë pa dhunë apo frikën e dhunës. Dhuna ndaj grave në vendin e punës ndodh në të gjitha vendet e botës dhe në të gjitha format, duke përfshirë dhunën seksuale dhe bullizmin. Dhuna ndaj grave në vendin e punës ka pasoja serioze dhe të menjëhershme për ato që pësojnë atë, madje edhe më gjerë, duke ulur aftësinë e tyre për të siguruar të ardhura, për të mbështetur familjet e tyre, për të fuqizuar ekonomikisht e për të kërkuar të drejtat e tyre. Gjithashtu ka kosto edhe për gjithë biznesin apo ndërmarrjen, duke shkaktuar mungesa në punë me pasojë uljen e produktivitetit. Miliona gra në mbar botën, sikurse edhe në vendin tonë, janë punësuar në biznese në mënyrë informale dhe krejt të parregullt. Gratë dhe vajzat e punësuara në ekonominë informale janë veçanërisht të rrezikuara për të shfrytëzuar dhe abuzuar. Kjo do të thotë se as politikat për një tolerancë zero ndaj të gjitha llojeve të dhunës në vendin e punës dhe as mekanizmat për të raportuar dhunën nuk janë aty ku duhet, përveç rolit që duhet luajnë qeveritë për të siguruar ligje dhe politikat e duhura. Sektori i biznesit ka një rol shumë të rëndësishëm për parandalimin dhe dhënien fund të dhunës ndaj grave dhe vajzave, për të ofruar mundësi për barazi gjinore dhe fuqizim ekonomik të gruas. Shoqata Ungruja Pogradec ju fton që këtë 25 gusht të bëni portokalli vendin tuaj të punës, vishni diçka portokalli në punë apo në shkollë dhe inkurajoni edhe kolegët tuaj të bëjnë të njëjtën gjë në mënyrë që tregoni mbështetjen tuaj për tolerancë zero ndaj dhunës u ushtruar ndaj grave dhe vajzave në vendin e punës.